taktizim elektoral, për shkak se VV-ja është rrit me elektoratin e LDK-s. Edhe, dhe më thonë, ai vazhdimisht lunë këtë lojë për shkak se me PDK-n nuk mundet kurrë me bën këtë kuptim. Le të qenë ftesën e tenton me shantazhu sa do ai s'ka efekt. Unë kisha një pyetje. Te LDK-ja e ka efektin. Domethënë, është ideja që mi marr hala më shumë elektorat. Për shkak se Albin Kurti e din se kjo qeveri, nëse bëhet kjo qeveria me 61 vota ose me 62 vota sa janë, është qeveri e cila nuk është afat gjatë, është afat shkurt. Për shkak edhe të rrethana që u përmenden këtu. Puna vitin e ardhshëm e kemi zgjedhën e presidentit. Nëse nuk janë 80% prezent aty, atëherë... Shola, as për presidentu i vynë LDK-ja, se veç me LDK-n s'mund. Jo, me PDK-n e ban, në qeveri stabile, veç me PDK-n mundet me. Veç me PDK-n. Ka bëj me LDK-n nismë, shemë ajtë të hapim një po shtekët. Pa LDK-n e pa PDK-n. Po do këtë, për mendimin të... Presidentin nuk mund me LDK-n nismë me zhjë. Nuk mundet. Deri tash e kum pas mendimin se Albin Kurti nuk o ka të me bo qeverijes. Deri sa Blerimi thonë se... Deri sa Blerimi tash ma në rajtë. Jo, busmandojisht, unë alo mendoj që s'njetë se ka me të bo qeveri. Jo se e di se burimet i ka baja këtë sajta i ka për qëta. Ska është mirë me thonë jamër e veç bona i go. A mund me ngreni pyetje cila pësoj të vetëm aje, se dja e përfundoj Shala? Jo, deshta veç me thonë që nuk i duhet as Albin Kurtit qeveria me 61, për shkak se me 61 deputet, se është një qeveri jo stabile. Sidomos këto rrethonat cilat jemi tu. Kam edhe një pyetje për raportet në këto që i tha pak më herët zoti Matoshi, domethënë neve na duhet sot që i kemi një administratë amerikane e cila nuk është të na bëhe hesab deri tash nuk e di veç që ka Trumpi. Po të kënë aty mentorë se na bojnë hesab. Jo bre, po flas, jo, po na nëse mesin pa institucione. Nëse na mesin pa institucione deri me kompjolën. Nëse ti metesh pa institucione ti në krizë politike. Edhe na duhet me pas institucione. Unë që të kuptim jam të. Ta leje këtë polemik mes Shalës edhe Gazhit, urdhro. Nuk jem të polemizu, jemi... Po ti nuk pëngon të në fond. Qeveri stabile ku ka me PDK se pason situat në administratën Trump. E ku të vjen aty dulla pezojmë i LDK-s, ose s'dikush... Jo, nuk puna tulla, po puna ndërtimit të institucioneve. Edhe normalisht një administratë amerikane dënë me pas institucione stabile me cilat mundet nesër me diskutus, dënë me pas kriza politike vazhdimisht në vend. Me që qeveri 61, krizat politike kemi pas në start, hala pa mrejt e president. Po jo vetëm pak këtu, vetëm pak. Për shkak se jo po kemi pas, ma unë po pas bos rrethona që jemi, vetëm pak. Prit se ti ke pyetje diçka tjetër. Edhe Fatmir Limaj me 3 deputet qysh dën mund me shantazhu masanej qeverinë e Kurtit, kur dën mundet mërzu qeverinë e Kurtit. Prandaj me ne që edhe Kurti këtu nuk është bashkë. Politikanë është gashë. E ka një prioritet partia, sa kry qeverinë të këcy me la notës, që në Zanzibar. Pse kush ka parti? Kush ka parti? Jo, me që ata 3 deputet të vrish. Ti i ke dhonë fuqi sa me konë 20%. Falë, qifti ju, ti e Blerimi kini dhonë fuqi. E kini bu, bravo i qërë, Fatmir Limaj me juve si do mos ka lujt mirë. Se e ka bu partin me 3 deputet sa 30. E pse po të vjen një aty ty anë? Jo, hiq pa shatukën. Jo, sinqerisht jo. Po problemi është. Shiko, muqu me bo ftes, prej lodhjes dokratike e hajvonit, tash unë e menoj të shakon pozicion këshilltar i Lumije, që s'po thom të shakon Lumije që i pëtot ka qef i poj me konë, po të shakon aty nga tina. A di që e kësha thonë?